Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi kombëtar I kryeqytetit. Ka përfunduar pjesa e parë e sfidës së parë, gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, Dinamo 0 dhe Vllaznia 1. Autori I golit Bismarck. Me Dietmar Bicaj, një emër shumë I njohur I futbollit shkodran, por I futbollit shqiptar, por natyrisht edhe I futbollit shkodran, sepse ka veshur edhe uniformën e Vllaznisë. Bicaj, një analizë analizë për pjesën e parë. Po, si unë më dhanë, në Shkodra e kam, kështu që dashe pa dashe, më tërheq Vllaznia. Mba qefi që mbas një periudhe goxha shumë të madhe, 25 vite, do thosha me tranzicion shumë madh për të shku te titulli kampion, jo vetëm, por se non të dyja trofet, si kupën ashtu edhe Vllaznin. Mendoj që ky është vit ideal, fal edhe teknikut Martini që ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë cilësore, presidenti Xhaferi, po ashtu edhe liderëve që ka Vllaznia brenda, Ekim Bala, Sherif Kallaku, Gurisht apo ashtu Krymi, do thosha që është viti I duhur që Vllaznia të bëjnë atë hapin e madh dhe uroj shumë me mishë me shpirt që të çojë të dy trofet Shkodër. Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme, sot tekniku Martini ka hedhur fuqi formacion mix. Një rotacion me shumë logjik është okay, sepse dashe pa dashe ka një grup lojtarësh që janë të gjithë pothuajse barabartë, që nga porta duke filluar me Jugën që sot aktivizohet. Këto 45 minuta e para ka bërë një punë jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë I përqendruar, po ashtu edhe me Bismarckun që ka alternuar me Balën, do thosha me Balën sepse edhe Bala është shkruar si puna e portokallit, ka shumë neshin që luan, që sakrifikon, dhe mendoj që ky rotacioni ishte momentin e duhur. Mendoj që avantazhi 0-1 për Vllaznin I përgjigjet rezultatit e meritoi. Vllaznia është ekip me kam tokë, është ekip që nga ana taktike është perfekt, zbogdon shumë fushën, sidomos kundërshtarit si ngjyrësi ashtu edhe në thellësi. Domethënë Dinamo ka një staf shumë profesionist, por ndaj Vllaznisë jo vetëm Dinamo, por çdo ekip ka shumë vështirë për fitu, sepse me këtë lloj skeme që aplikon Martini, është shumë vështirë për tu perfekcionu, por unë shikoj që Vllaznia ka perfekcionu dhe shikoj që Vllaznia është ekipi që bën diferencën me ekipet tjera. Në çfarë pat në pjesën e parë, si e parashikoni pjesën e dytë? 0-2. 0-2 për Vllaznin. Uroj shumë që dalë. Dhe shënon I dyti, autori I dytë? Jam pak me dyshje mes Dodit dhe Kallaku, por do preferosh Kallaku. Nëse përmendet Dodit, po bën mirë. Mbaj qefi sepse mas aventurës në Bullgari ka ardhur ashtu në kam tokë. Shikon që futbolli du se vite shumë mirë që të bash progres dhe mbi gjitha ndoqja takimin me Partizanin dhe më pëlqeu shumë dëshira dhe grinda e tij në momentin që u aktivizoi. Një karrierë gjatë dhe shumë e pasur sportive, Dietmar Bicaj në fushën e lojës, me pas si trajner, aktualisht një analist shumë I preferuar në studiot televizive kombëtare. Si do tjetë ardhmja e Bicaj, kemi ndonjë? Po ardhmja ime nga ardhmja ofertë për drejtor, por të jemi sinqert, më shumë shoh veten si trajner se sa si drejtor. Më pëlqen të jem aty afër fushës, nuk pëlqen zyra, më duket pak si herët. Dhe momentalisht po bëj kursin UEFA Pro pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Shohim, të ardhmen gjithmonë do doja shumë të vazhdoja rrugën të ndiqja rrugën e Timatit. Ishim me Dietmar Bicaj, e theksoj në fund, isha ta theksoj unë, por e përmendi vetë është trashëgimtar dhe vazhduesi I traditës të minjohit Vasil Bici, ish futbollist I famshëm I vështirjes, por edhe I Vllaznisë, por edhe trajner tek skuadra Kuqebluk shumë I suksesshëm. Dietmar, faleminderit për mendimin dhe të uroj shpirt dhe sukses. Kënaqësi, faleminderit.